Tani në studio kemi Enea Markun. Enea është menaxher yatesh, i cili do na flas pak për xhiron, ku frekuentojnë më shumë, në Jug apo në Durrës. Enea, përshëndetje. Përshëndetje, Klea. Jam shumë e lumtur që të kam. Edhe Edhe ti je i lumtur që je në lidhje direkte në Vibe. patjetër. Çfarë Kam vibe kohë që e fes. Çfarë vibe po t'jep emisioni Vibe? Shumë i bukur, ambienti shumë i bukur, edhe ti pastaj je shumë. Nëse do na bëje një xhiro me yatë, në çfarë vendi do na e bëje, në Durrës apo në Jug? Jo, besoj në Jug patjetër. Pse në Jug? Është shumë bukur. Është bukur në Jug. Ka ngjyra tamam si lulet e studiote. Ashtu. Domethënë do ishte perfekte një xhiro me yatë në Jug. Shumë Ne që jemi perfekte. tek Jugu, doja të di se ku frekuentohet më shumë yati, në Jug apo në Durrës? Besoj në 10 klient, 8 janë në Jug dhe 2 janë në Durrës. Sepse është eksperiencë tjetër në Jug dhe normalisht ka gjire të ndryshme, ka shpella, ka vende shumë bukura monta. Edhe Durrësi, pastaj se unë jam vetë nga Durrësi, ka vende për të pa, po gjithsesi nuk është njëjta gjë. Cilat janë avantazhet që ofron Durrësi si port kryesor dhe çfarë kërkojnë ato që zgjedhin ekskluzivitetin e Jugut? Ideja është që edhe në Durrës nuk është se infrastruktura është akoma shumë e mirë dhe ne hasim shumë probleme që qoftë edhe klientët gjejnë vendin e portit të jateve, po që kryesisht preferojnë Jugun, preferojnë që edhe t'i marrësh në vendi ku qëndrojnë, po themi ndërmi, Green Coast kryesisht, po gjithashtu edhe në Kepmeli ose në Ksamil, në Sarandë, etj. Le të flasim pak për shifrat sepse publiku është shumë kurioz. Sa kushton një jahtë me qira për një ditë? Çmimet fillojnë nga 1.000 euro, ato merren me orë zakonisht. Fillojnë nga 4 orë, 8 orë, edhe 24 orë. Gjithashtu ne ofrojmë edhe pjesën që të kapësh mbasditën deri në mesnatë për ditëlindjet e ndryshme etj. Po pak a shumë tek kjo, te 1.000 euro, pastaj çmimet variojnë deri 4-5.000 euro dita. Po për ato që duan ta blejnë dhe ta mirëmbajnë, cilat janë kostot që njerëzit nuk i shohin? Ka koste shumë të larta. Duke filluar që te parkimi, te serviset, te stafi që ti du ta kesh aty gjithkohën, du ta përgatisi jatin për çdo gjë, ka shumë kosto dhe jo çdo person mund ta ketë mundësinë që ta blejë një të tillë. Shumë vështirë. Atëherë unë doja të di, a ka ndryshuar mentaliteti i shqiptarëve ndaj këtij luksi, apo shihet ende si e paarritshme, apo është kthyer në një trend stili jetese? Unë do të bëj ty një pyetje. Ke hyrë në herë në jaht? Po. Je kënaq në Shqipëri? Jam kënaq. Ke hyrë në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Domethënë e njihje pak a shumë që kjo gjë bëhet në Shqipëri. Po, me thënë drejtën kam hyrë edhe për të bërë foto. Okej. Është asnjë. Ideja është që të paktën shqiptarët nuk e kanë akoma tamam kulturën dhe informacionin e duhur që kjo gjë bëhet në Shqipëri. Kupton? Edhe po mundohemi shumë që ta fusim, duke bë content marketing sa më shumë që t'i dali pak a shumë gjithëve. Po gjithsesi ka akoma mungesë informacioni për këtë gjë, duke qenë që edhe infrastruktura është akoma jo ku duhet për pjesën e jahteve, edhe ka po themi të paktën porte ka 2, që është ai i Orikumit, Vlora dhe i Durrësit. Po gjithsesi prap ka për të punu akoma. Çfarë ndryshimi ka mes kërkesave të një turisti dhe një shqiptari? Turistët janë më shumë për të bërë qef, për të zhyt, për të bërë zhytje, për të bërë eksperjenca nga më ndryshme, kurse shqiptarët janë pak atë që duan privatësinë, duan të kalojnë kohë me familjen ose me shoqërinë, edhe ka raste që edhe ma kërkojnë që ta kenë pa kapiten, pa staf, të japin vetë, po kjo është e pamundur, kështu që pak a shumë të hujet e dinë çfarë duan, kurse shqiptarët
më shumë pyesin për të krijuar një informacion edhe për ta kuptuar si funksionon kjo gjë. Me që jemi tek shqiptarët, çfarë eventesh mund të kryen në një jahtë? Vende më ndryshme. Ne kemi shumë gender reveal, festa beqarie, ditëlindje, propozime për martesë, që deri tani kanë shumë mirë. Po ka më ndryshme. Cili të kalon? Ne ja përshtasim seciliit për nevojat e veta, qoftë me dekorin, me ushqimin, me kërkesat, me më të ndryshmet. Cili nga këto evente të kalon më shumë mbresa? Personalisht, patjetër që pjesa më e bukur është propozimi, ku merremi gjithkohon që të paktën mashkulli merret, si ka shku, si ka dalë, çon një foto, çon diçka. Ajo është pjesa më e bukur, por patjetër edhe gender reveal-i është sepse mblidhen gjithë familjarët e tyre dhe është kënaqësi shumë e madhe. Ti personalisht çfarë eventi do të bëje në jahtë? Personalisht, unë do ta merresha për të larguar pak nga rutina e ditës edhe për të krijuar privatësinë që nuk ka zhurma, nuk ka makina, nuk ka smog, nuk ka motor. Je vetëm ti dhe shoqëria jote, familjarët e tuaj. Paktën unë për këtë konceptoj. Pastaj festa nga më të ndryshmet, kryesisht patjetër që besoj për ditëlindje. Për ditëlindje dalin gjëra shumë bukura. Po propozime ne, apo nuk je akoma në stadin që të propozosh dikë? Besoj se aty do shkoj, nuk është se në jahtë. Do lëviz nga Po nëse nuk do t'i pëlqejë partneres, propozimi në jahtë. Do mundohem që t'ja shpjegoj, edhe besoj se do dalë një gjë shumë e bukur, edhe është e veçantë. Me që jemi tek propozimi, si është zemra jote momentalisht? Është mirë. Është e lirë? Është mirë. Është mirë. E zënë apo thjesht mirë? Është okay. Është okay. Se nëse do thojë është e lirë, do ju thoja gjithë vajzave aventuriere që të kaloj një ditë në jahtë me ty. Është okay. O lot, I madhje. Po pse s'flet për dashurinë vllat? Na fali çik për dashurinë, për jahtet, për eksperiencat, për aventurat në jahtë që bëjnë çiftet. Apo nuk Do të tregoj aventurat? Ha? Do të tregoj aventurat? Po, një aventurë. Ka aventura më ndryshme, po një është shumë private, kështu që nuk besoj se është mirë. Po, aventurë vetëm ti me partneren private është. Ideja është ai që zgjedh jatin gjithmonë kërkon privatësi edhe që të ruhet ajo gjëja. Cilat janë kërkesat më të veçanta ose më ekstravagante që ju kanë bërë për një festë në jahtë? Kanë kërkesa më të ndryshmet. Një kërkesë paktën e veçantë ishte për një biznes në jug që donte të mblidhte shumë jahte edhe ta bënte ndet tip feste. Ajo ishte shumë e vështirë, po që ja arritëm ja dolëm me sukses. Po ka nga më ndryshme, nuk mund të ndaj, ka më ndryshme kërkesa, kryesisht nga shqiptarët. Çfarë elementesh nuk mungojnë kur në një festë verore në jahtë dhe sa e rëndësishme është muzika dhe DJ? Ashtu siç thash, patjetër që është shumë e rëndësishme, po personalisht për shembull do preferosha një dalje të qetë jashtë zhurmave, po që muzika patjetër është shumë e rëndësishme, edhe ne kryesisht në festat e ndryshme gjithmonë kemi DJ, gjithmonë. Si e menaxhoni kur del diçka e paparashikueshme, për shembull prishja e motit? Patjetër që kemi marrë çdo masë nevojshme, qoftë me leqet e shpëtimit, po me çdo gjë, patjetër. Ideja është që në momentin që është kohë e keqe, ka gjire të ndryshme ku jati shkon edhe patjetër që nuk kap erë të dallgët, ashtu siç kap në det të hapur, kështu që nuk na ka ndodhur ndonjëherë diçka, përveç një rasti
që ishte një njeri nga Afrika që ran vet, nuk e di si ra, edhe por patjetër që shpëtoi, kishte një lekë për shpëtimit dhe çdo gjë, patjetër ishte që u trem sepse shumica e atyre nuk din not, kështu që ishte shumë sfiduese. Po shqyr ishte deti I qetë. Nëse do të organizonit festën perfekte të verës, si do ta përshkruanit ata? Festa perfekte e verës, patjetër një grup shoqëror që kënaqet, që kërcen, që pin, që ka perëndimin. Besoj se kjo do ishte, por ta thash edhe kjo ideja që të lidhen shumë javë të bashkë me një DJ aty duke performuar është shumë e bukur. Edhe besoj se do ta bëjmë në fund të verës. Çfarë do të thojë personave që ende nuk e kanë provuar jahtin, duke qenë se ndihen të pasigurt ose kanë frikëra të ndryshme? Është një nga eksperiencat më të bukura në botë, kështu që gjithsesi do ta provojë, sepse kostot nuk janë shumë të larta, patjetër në zgjedhjen e tyre. Mund bëjnë një grup shoqëror shumë mirë edhe ta kalojnë këtë gjë, ta përjetojnë sepse më vërtet është shumë e veçantë dhe mahet me gjithë jetën. Enea, unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që të kishim në lidhje direkte dhe shpresoj që emisionin Vibe një ditë ta xhirojmë në jahtë. Patjetër. Edhe të bëjmë një podcast. Patjetër. Mirupafshim. Ciao. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.